Kujdes kur beson fjalëve të atyre që kërkojnë votën tënde. Jemi në muaj zgjedhor dhe me 11 subjekte, 2046 kandidat në fletën e votimit, po aq do të vinë me buzëqeshje, premtime dhe dashuri për ty. Qëndro racional dhe dyshues ndaj fjalëve të tyre. 1. Mos nxito të bësh foto me ta, por nxito të bësh pyetjen konkrete. Si dhe kur do të zgjidhësh problemin tim? Nëse nuk ka përgjigje, nuk ka vizion. 2. Shiko të shkuarën e atij apo asaj, jo vetëm atë çfarë thon sot. Kujtesa është aleati yt më i mirë. 3. Krahasoji ofertat, kërko plane të shkruara, jo premtime me gojë. 4. Mos u ndiko nga dhuratat apo darkat që të ofrojnë. Ki parasysh, po të dha një pako tani, mendohu se do të marrë më vonë shumë se sa aq. Dhe 5. Mos harro se vota është pushteti yt e jo i tyre. Kur e jep, ti vendos se kur do të flas në emrin tënd, prandaj mos e jep lehtë. As me tifozëri. Lexo, dëgjo, hulumto dhe kërko, sepse demokracia nuk kërkon tifoz, por qytetar të ndërgjegjshëm.